Ditën e djeshme, një nga miqtë më të ngushtë të këngëtarit Shpat Kasapi ka ndarë momentet e fundit me të para se i ndjeri të largohej drejt Italisë. Në një lidhje live në Breaking në Top News, Meti Myrtezani ka treguar se e ka përcjell Shpatin për në aeroport dhe më pas ka folur me të edhe disa herë të tjera gjatë ditës së djeshme deri në telefonatën e fundit që ai i kishte bërë rreth orës 22, por që këngëtari nuk ishte mundur t'i përgjigjej. Kur e ka marrë nga shtëpia për në aeroport, kemi biseduar për familjare, shkonte në Itali për djalin, vetë nuk ka pasur probleme shëndetësore. Biseda e fundit ka qenë dje në orën 20. Më tha vllau im, jam me grip, jam ftohur. Sa mbarova punë me djalin, të premte më tha të shkoja në aeroport. E ka marrë nga ora 22 se ma ndjeu zemra por nuk ma hapi. Më mori kunati vet nga ora 1 dhe më tregoi, tani jam rrugës për në Itali se nuk mund ta besoj akoma. Edhe kur ka firmosur për në Big Brother, kemi qenë bashkë në Top Channel, tha Meti. Miku i tij i ngushtë ka treguar edhe momentin e vështirë kur i është dashur që lajmin ta ndajë edhe me familjarët e Shpatit, duke u shprehur se e kishte të pamundur dhe nuk e përballonte dot përgjegjësinë që kishte. Kam qenë në mëngjes për t'i treguar mamit të vet, nuk dija si t'i thoja, se përballoja dot. I kam treguar motrës së vet, por nuk ndenja dot më pastaj, u shpreh miku i tij, Meti Myrtezani.